ndorë të kujt është PD-ja sot, të Albana Vokshit, të Flamur Nokës, të Fari Balliut, të figurave të urryera, të figurave që nuk kanë vota, të figurave që janë mundur 4 herë nga Rama. Çfarë frymëzimi do japin këto për gjeneratën e re? Ti në analizën tënde që ke bërë personale për 11 majin për shembull, pse mendon se humbi kaq thellë Partia Demokratike, analizuar në gjithë komponentët e saj, ose në saktë Edi Rama fitoi kaq thellë, nuk ka të vërteta në pretendimet e opozitës për manipulime zgjedhore, krime zgjedhore. Edi Rama ka ruajtur kuotat e veta. Unë e shqetësuar jam dhe për ato 150.000 votues që kanë shkuar te partitë e reja. Pse nuk i tërhoshi Sali Berisha? Pse nuk i tërhoshi Djasta? Dhe për votuesit e ri këtu nuk po i hy fare unë Parti Socialiste, po i hy Parti Mundësia, Shqipëria bëhet. Këto ishin zëra që kërkonin ndryshimin, ishin zëra që nuk e gjenin veten më tek e Djasta. Mirë, ata janë një lloj anti-establishmenti, jo, ato janë vota që i kanë ikur Partisë Demokratike. Që nuk duan as PS-n as PD-n. Ato janë vota që alternativë të re. Janë vota që i kanë ikur Partisë Demokratike. Shifrat flasin, nga 2021 tek 2025, sot PD-n e ke me 45 mandate, se 5 i ke aleatëve, ta krahasosh me 2021. Dhe nëse do vijoj në këtë trajektore, në zgjedhjet e radhës do kaloj me 30 deputet. Dhe kjo është fatkeqësi, sepse është një parti e cila është parti e djathtë, e cila përfaqëson diçka për historinë e Shqipërisë dhe duhet të ketë vazhdimsi. Nuk mund të ndrydhet tek një emër personal, që është Sali Berisha. Prandaj, kjo nuk është çështje interesi tim personal. Unë nuk kam fituar gjë nga kjo parti. Unë jam një avokate, profesioniste, madje fitoj më shumë se rroga e një deputeti në punën time. Këtu jam për të dhënë një opinion timin mbi situatën reale që është Shqipëria sot dhe fatkeqësinë më të madhe që sot Shqipëria nuk ka opozit. Nuk ka opozit që frymëzon. Po dakord, po. Sepse unë kam qenë në çdo studio televizive. Kam qenë në kafene, nga do, nuk kam dëgjuar që PD-ja do fitonte. Në çdo vend, me këdo që takoja, me këdo që ulesha, çdo sondazh i çdo mediave e nxirrte Partinë Demokratike humbse. Do të thotë që kjo parti nuk frymëzoi, prandaj humbi. Çfarë preti tani? Sepse kur dikush do silli ndryshimin, dëgjohet diku në një kafe, në një TV, në një bisedë me miq, të gjithë thonin që Rama fiton këto zgjedhje. Madje këtu dua të kujtoj edhe Syri TV nuk nxorri prej shumë muajsh një sondazh. Nuk bëri një sondazh. Pse? Sepse Sali Berisha e dinte se do humbte. Sali Berisha hyri për të humbur, nuk hyri për të fituar. Ai fitoi vetëm legasinë e tij si kryetari i opozitës. Aty fitoi Rama, fitoi dhe Berisha. Por çfarë preti të ndodh deri në shtator? Ndërkohë Partia Demokratike vetë Berisha denoncon çdo ditë me video nga Celia Blu fakte që pretendon se tregojnë farsën zgjedhore të 11 majit etj etj. Ndërkohë nga ana tjetër Berisha vetë ka denoncuar edhe në Bruksel ato që ka ndodhur që pretendon ai për 11 majin, prej andej edhe raporti për Shqipërinë faktikisht i reflektonte disa rreshta në sinkron me ato që thot Berisha dhe opozita për këtë gjë. Do mbaroj kjo pjesë, pastaj kanë premtuar dhe një analizë të brendshme. Çfarë preti realisht të ndodh? Ke pritshmëri se do ndryshoj gjë në PD realisht, apo ti je vetëdijshme që asgjë nuk ka për të ndodhur? Tani ka dy momente. Sali Berisha pa diskutim që do thotë që është farsë. Pritshmëritë janë që këto të pranojnë gabimin, që këto të pranojnë humbjen, që këto të pranojnë të ketë një reformim të thellë Djasta. Po ti e di që kjo nuk do të ndodhë. Që ndodhë. këto të pranojnë realitetin brenda tyre. Po s'ka se si ta pranoj Berisha këtë ndërkohë që pretendon të kundërtën, se nuk ka se si. Pse Berisha pretendon se e ka fituar zgjedhjet? Jo, them nuk ka se si të ndodh kjo, kështu që s'duhet ta kesh fare këtë pritshmëri, mendoj unë. Vetëm nëse ngrihet ndonjë grup që reflekton revolt, kërkon largimin e Berishës, kjo është tjetër histori pastaj. Po që vetë Berisha të thot po unë humba, Rama fitoi etj etj, kjo duket Berisha vetë fitoi.
A ke dëgjuar liderin e opozitës thotë unë ne i fituam këto zgjedhje. Aleanca për Shqipërinë Madhështore i fitoi këto zgjedhje. Ja, këtë nuk e thot, po thot që as nuk humbëm, sepse ishte Këtë fars. nuk e thot, po jo pra se dikush e thot është fars, do të thot që ka fituar vet. Apo jo? Pse Sali Berisha nuk e citon që Partia Demokratike fitoi këto zgjedhje? Me që e kanë vjedhur. Nëse do të ishte në dorën tënde dhe do të hartoje një plan afat shkurtër për riformatimin e Partisë Demokratike, largimin e Berishës përfshirë ndoshta etj, cili do të ishte ai? Çfarë do të bëja? 1, 2, 3? Unë e kam thënë Me shpejtësi edhe në PD. e kam thënë edhe në për studio tjera kur ndodhi situata Berisha Basha. Dhe kam thënë që një vit PD-ja duhet rrinte pas zgjedhje dhe duke pasur një komision prej 5-6 figurash caktuara, sepse nuk mund ta fusësh dhe partinë në zgjedhje të menjëhershme, sepse nuk mund ta thellosh përçarjen e partisë. Nuk jam që PD-ja të përçahet. Unë jam që PD-ja të hapet. PD-ja mos rri e bunkerizuar tek klient dhe miq të familjes Berisha. Sepse nëse kjo gjë vazhdon në këtë lloj ritmi, të vetmit që do t'i shërbejë kjo parti është Sali Berisha, familjes tij, miqve të ngushtë, po dhe Ramës. Pse do thuash Ramës? Sepse Rama do fitoj mandatin e 5. I leverdis tjetë Berisha aty, se sa kohë është Berisha aty, aq herë Partia Socialiste do fitoj zgjedhjet. Sepse Berisha nuk frymëzon më. Dhe kjo parti e djast, dhe këta që e quajnë veten të djast, ta parazitat, se kështu kam shef t'i quaj, se të tillë janë të listës mbyllur, të cilët do marrin rrogën kurris qytetarëve, këta që hiqen si demokrat. Këta individ duhet të reagojnë qofse duan demokratët dhe demokracinë dhe jo interesin e tyre personal, duke kërkuar dorëheqjen e leadershipit, siç e kërkon statuti dhe thot qartë, që kryetari që humb zgjedhjet duhet hiki nga partia. Por këto, siç është dhe vetë Berisha dhe besnikët e tij, këto ruajnë vetëm interesin e tyre personal dhe familjar. Këto nuk janë aty për popullin. Po mire, ke menduar ndonjëherë që këtë retorikën publike ta hedhësh në një platformë të mirëfillt për ndryshimin e Partisë Demokratike dhe ta prezantosh publikisht, t'ia ofrosh, pra Po nuk mund, se thjesht me retorik jo se ashtu do ndryshohet gjë nëse platforma bëre mirë që e ceke, pa diskutim që mund të bëhet për publikun dhe jo vetëm, por kur ka garë. Se nuk mund të marrësh dhe të bësh një platformë në ajër. Duhet dorëheqja kryetarit, hapja garës dhe të kalojmë te platforma. Se gjërat kanë një trajektora. Nuk mund dalësh tani me një platformë kur individ caktuar se partia thonë që këtu nuk ka garë, se këtu nuk duam net këtë garë. Po mira, ke kërkuar ndihmë ti ndër demokratë të tjerë për kauzën tënde? Ose janë vetëm unë në këtë kaos, ke dhe individ tjerë që kanë folur, ke zotin Sula. Mirë, okay, që pas asaj që ndodhi, zoti Sula ka shprehur kandidaturën e tij për kryetar. Qofse e keni dëgjuar. Partisë Demokratike. Dhe ajo që unë dhe zoti Sula po bëjmë është po themi që kjo parti duhet reformohet. Dhe prandaj jemi shpallur dhe kandidat, vetë shpallur kandidat. Po dakord, që po këtu të ketë garë. Ky është hapi i parë. Kaq pak zëra nuk e thyen dot këtë realitet, themun. Realiteti thyet me votë pastaj, demokratëve, me votën e antarësisë dhe me votën e masës. Po që shkohet deri tek vota duhet të bëjë një hap pas Berisha. Po pa diskutim. Pa diskutim. Kjo s'ndodh me sa po shohim. Po nëse nuk do ndodhi, do veproj ligji pastaj, që të ndodhi, që të hapet gara. Kjo është e qartë. Askush s'mund të jetë mbi ligjin dhe mbi statutin. Dhe unë nuk besoj që zoti Berisha nuk do ta respektoj. Mendoj që dorëheqja e tij do i bënte mirë, jo vetëm Partisë Demokratike, por dhe Shqipërisë. Ke folur me ndonjë prej tyre pas 11 majit? Pa diskutim, unë jam kontakt vazhdueshëm. Jam kontakt vazhdueshëm me demokratët. Janë të mërzitur nga rezultati dhe pa diskutim që duan ndryshim Partinë Demokratike, që tek dorëheqja e zotit Noka dhe e gjithë funksionarëve elitar të Partisë Demokratike. Nëse, sepse po thuhet shpesh këto kohë që pjesë e planit të Partisë Demokratike të Berishës për të reaguar sipas tyre për farsën që pretendojnë 11 majit, mund të jenë disa skenar, greva e uris në kuvend, vala e protestave, etj.
Si e gjykon? Unë gjykoj që problemi nis duke pranuar realitetin. Dhe realiteti është se Sali Berisha me Aleancën Madhështore nuk fitoi. Dhe për sa kohë nuk fitoi, ai nuk frymëzoi. Për sa kohë nuk frymëzoi, ai duhet bëj një hap pas. Nuk është zgjidhje greva thua masa Po çfarë do zgjidhë greva? ekstreme? Çfarë do zgjidhë greva? Po në protesta nëse zhvillon, mendon se nuk do e ndjekin më demokratët? Po ti më fal, se kjo është qesharake, është dhe vetë pyetja. Qofse do ishin vjedhur ato vota, dhe nëse do ishte Sali Berisha fituesi këtyre zgjedhjeve, revolta popullore do ishte më i zonja aq e madhe, saqë Rama nuk zgjaste 10 ditë në kryeministre. Sepse historia ka treguar që kur populli vendos, nuk ka asgjë që e ndal. Kur populli çohet, askush nuk mund t'i mbi vendoset. Është masa ajo që vendos. Dhe është masa ajo që i tha jo Sali Berishës. Dhe ajo masë nuk ka se si ta ndjeki. Sepse ky thotë do bëhem revolucionari votës lirë. Ky nuk e respekton me zonjë votën e lirë. Po dakord, po ndoshta ai duhet sepse ti flet për protesta. Për protesta duhet populli, duhet masa. Masivisht jetë aty me ty. Po kjo masë ty nuk të votoj. Ti the që unë do fitoj bindshëm, nga diaspora do vi ndryshimi. Nga diaspora të erdhën sërish 1 milion shuplaka.